Të më thënë një prej prokurorëve të famshëm italian, që ka thënë kush nuk ka frikë, vdes njëherë të vetme, ndërsa kush ka frikë, vdes për det. Vdes për dit. Kështu që ka qenë Giovanni Falcone ose Paolo Borsellini, ka qenë një prej dy prokurorëve të famshëm, antimafia. Kështu që unë jam prej aty në njerëzve që asë njëherë nuk kam pas frikë, kam pas guxim gjithmonë, sepse e di që kam e vdek njëherë. Kështu që ata e kemi një hak të gjithë. Një dek e kemi hak të gjithë. Po mendoj që në Kosovë rrezikon linçim, rrezikon komente të shumta negative, po madje kur po ka komente të tilla negative, nëse ka dikush që ka ngej, sidomos kur jemi te kërcënimet, kur po shkojnë gjykat, pandej po përlotën e po përgjërohen. Jo ka qenë një fëmijë i vogël që ka shkruar, jo s'kam qenë kështu. Atë kërcënojnë? Ke përjetu edhe rastet tilla? Ka qenë po kur kam qenë pjesë e një debate, edhe ishim duke diskutu për një temë të nxehtë për gjatë kohës zgjedhjeve, edhe unë si pjesëtare diasporës që më dhe vetë edhe është një deklarat lidhur me votën e diasporës, imagjino kanë shku shqiptarët gati 500 komente, po le që kanë kërcënu, po dhe gjëja vetë me pëse mirë dhe keqë, se ishte prejkë pak babi jam. Ta krejt, apo të kishin thonë, ta goj shtram, ta ti bile gojën e shtram se kitë. Për ndryshë unë i marrë me humar, dhe më thonë, nuk është që më afektonë. Kur je pjesë jetës publike, është e preqme. Oke, Alket, një pyetje të rrezikshme. Pse një grua që flet për seksin quhet e pamoralshme, ndërsa një burr jo? Sepse këto janë pritshmëritë tona si shoqni. Të më thonë, jemi ende një shoqni shumë patriarkale, jemi ende një shoqni që do të kalojnë për disa fazat të emancipimit që të arrim në një nivelizem. Tash, unë mendoj që puna e çështjeve seksuale gjithsesi do të jetë private. Nuk mendoj që ne do të dalim këto me flamura asnjë ragjini, sepse është sferë private. Po, gjithashtu mendoj që edukata seksuale do të jetë pjesë e kurikulave shkollore dhe të flasin njerëz profesionist. Jo se cili që quhet mëngjes e ka një ide me dalë me shpërndasje, mandej po eskalon edhe po degradon komplet. Po, këtu tek ne gjykohen gratë gjithmonë më shumë. Gjykohet se pamoralshme, gjykohet jo vetëm nëse flet hapur për seksin, po nëse e bën një profesion që nuk përkon me normat tona shoqërore. I kam 5 pyetje, dua të jesh shumë koncize sepse jemi te 5 minutat e fundit. Çfarë duhet të bëjmë kur përballemi me krizë financiare, ani pse punojmë fort? Duhet të bëjmë një mini plan kursimi. Mini plan kursimi. Po këtë duhet ta bëjmë paraprakisht. Mami jemi quam fondizi për ditë bardha. Kështu që secili prej neve do ta ketë një lloj, po mbi gjitha do të kultivojmë shkaftësi në mënyrë që të jemi të qasshëm në tregun e punës. Që të bëjmë një punë dytësore se një punë të plejtë. Faleminderit shumë. Çfarë duhet bëjmë kur dikush na dërgon zemra në rrjetet sociale? A është ngacmim seksual sepse kam dëgjuar se ke thënë po? Po, pa marrë parasysh relacionit. Nëse dërgon zemra një shok, një person me cilin ti ke afërsi shoqënore, është totalisht e pranueshme në ditët e sotme. E pa pranueshme apo e pra? Në një shok, kur është person me cilin ti ke afërsi, është e pranueshme. Po kur dikush prej autit që ti nuk e ke pa akor ose ki raporte shumë të mangëta me to, për skthell ti çon zemra, po është ngacmim seksual, sepse nuk e ke afërsinë. A ma e din ti që këto zemra janë me ngjyra, për shembull ta çon të bardh ka tjetër mesazh, pink tjetër mesazh, e kuqe tjetër mesazh, e kaltër tjetër mesazh. Pa, ka mundësi mos me që zemra heq, me shkru me fjallë. Pse po pritoj shqiptarët me shkru ka qëmë? A me shkru me fjallë, tani... Oke, mirë, faleminderit shumë. Çfarë do të bëjmë kur i marrim 700 kërcënime, si që ka ndodhë me ty? Çfarë ke boti? Une kum qesh mas pari shumë. Edhe e dyta, po, do të mja fillu... Me kesh prej zorit, po? Jo prej zorit, heq as pak, se aty është e nivelin e njerëzve, po si cili e tregon nivelin e vetë, askush nuk mund me dojë për te nivelit tyne, sepse nuk kanë qenë kritika për mbajtësore, cilat unë i pranoj me qef kur t'janë. E mira do të ishte